Ka një klauzol kur jepen titujt akademik në arte, pra profesor në arte ose profesor i asociuar në arte. Përveç pra hecin në mënyrë paralele, edhe titujt akademik shkencor që i thonë ju, po shkenca për ne është krimtaria artistike, do më thënë që ta sqarojmë edhe këtë pjesë, unë për shembull e kam atë titullin shkencor, por kjo nuk do të thotë kjo me shkencë, pra me shkencë, po në bazë të fenomeneve artistike, të historisë së artit, të lëvizjeve të mëdha, domethënë, pra edhe ne kemi bërë lëvizje. Domethënë, në këtë pikë them që ky lloj titulli i cili ka ndjekur të gjithë procedurat. Po mja, pas kam bërë një shkelje për ju. Po jo mos shkelje, nuk ka shkelje. Jam bërë gjithë procedurat përsa i përket elementit të kualifikimit të gjithë pedagogëve të cilët kanë kandiduar për titull, dhe si përfundim është marrë edhe nga Senati Akademik miratimi i dhënieve të titujve. Po, shkëlqyshëm. Brenda Tani qalli keni? Brenda statusin, çështja është që nuk po zbatohet. Profesor. Shiko, nuk është se vetëm ne kemi status veçantë. Në nenin 60.4 janë edhe 2 institucione tjera që kanë status veçantë, sportet dhe ish Akademia e Rende apo Siguria si mund të... Pra, janë 3 institucione të cilat kanë për shkak të veprimtarisë që bëjnë, që mënyra e organizimit e veprimtaria e tyre, nuk ka të njëjtën, si me thënë, rrugtim në kërkim si universitetet e tjera. Dhe kjo nuk ndodh vetëm tek ne, kjo ndodh në gjithë Europën, në gjithë botën. Pra, ka dy forma kërkimi në raporte me universitetet homologe me tona. Ke kërkimin që bazohet në punimin teorik, ke edhe kërkimin që bazohet në veprimtarin artistike, që mbështetet në ato që quhet veprimtari praktike, që do të thotë krimtari dhe interpretim. Pra, të dyja këto janë pjesë të njëjtës, si me thënë, asaj që quhet kërkim. Ne e quhem doktoratur, për shembull, i ke gjithë doktoraturat në për gjithë Europën, i ke në shkollat homologe me tonat, ke muzikologjin, për shembull, tek ne, që bazohet në, është një doktoratur që bazohet në punimin teorik, historia, paleografia, etj, që mund tjetë, dhe doktoraturën që bazohet gjithashtu është kërkim, nuk e quhen kërkim shkencor, e quhen kërkim artistik, që është i barazvlefshëm. Pra, ky është... Juve ligji u a ka dhënë sua jetë... Ligjin e ka dhënë dhe përpara këtë gjë. Edhe më përpara, ne, për shumë unë dhe kolegu dhe Ardi... Që kishte një predispozitë të mirë, pra dhe mirë po kërkojnë qiqra në hell, nuk po kërkojnë të gracia. Po tani nuk se ka ngell të universiteti kjo gjë, ku ka ngell dorën e kujt? Tani, universiteti në 2021 mori statusin e veçantë. Do me thënë, që nga 2015 ndori ligji për anësinë, nga 2018 në 2021 ishte një kohë dialogu midis institucionit tonë dhe ministrisë përkatëse për të na e bërë këtë, dhe mbas 3 vitesh në 2024 u zgjodh një moment që ndoshta ishte i duri ose jo është një problem tjetër, për të nisur procedurat me tituj, mbasi u organizua gjithë mënyra se si do organizohej për këto tituj. Dhe këto tituj kanë vendimin e Senatit, të KPPA-ve, Komisioni për promovimin e personelit akademik. Titulli tani që ta marrin vesh? Titulli ka ngecur tek fakti që kush do ta paguaj këtë gjë.